Yjet e Big Brother VIP Albania nuk janë duke shkëlqyer vetëm brenda shtëpisë, por edhe jashtë. Duket se fati ka vendosur ta ribashkojë Ledion Liçun dhe Sara Hoxhën. Së fundmi, përveç se Sara Hoxha është vërejtur në studion e Big Brother VIP Albania duke duar tërkitur për hyrjen e moderatorit në skenë, ajo po ashtu ka bërë tak bashkëshortin në rrjete sociale, duke mbështetur për herë të parë në fundin e sezonit të 5 të këtij spektakli, çka ka shtuar edhe më shumë kurreshtjen për gjendjen aktuale të çiftit. E në epizodet në vijim thënë kështu, do ta shikojmë se çfarë po ndodh me çiftin apo ish çiftin. Tjetër lajmi i cili ka bërë xhiro në rrjetet sociale ka qenë takimi i fshet i dyshës Egli Tako dhe Besart Kelmendi, më saktësisht me emrin artistik i njohur si Gjesti. Nuk e dim arsyeën pse kjo dyshe është ritakuar, por dim se dyshja ka qenë pjesë e aventurës televizive dhe spektaklit të madh në vend, Big Brother VIP Albania 4, dhe kanë qenë si çift, por që fundi i atij spektakli nuk i gjeti bashkë dyshen, por po ashtu duket se dyshja është ritakuar larg qytetit, larg zhurmave e larg kamerave ku edhe aty paparacët bën punën e tyre. Nuk e dim nëse dyshja janë takuar për ndonjë arsye personale apo profesionale, por që tashmë janë takuar, kjo është pak por e vërtet. Në ditët në vijim do ta shikojmë nëse dyshja do të zbulojë diçka vet apo edhe do të mbetet një ritakim përtej kamerave.